Rrugët njëra pas tjetrës. E ke parë se kanë ikë për lesh. Që shke histori më? Po. Edhe askush nuk thot për shumë sa para duhet tani për të reguluar gjitha këto. Jo sa kohë, se koha s'dihet, po pas sa para. Gjëna njerëz të shkret nuk lëvizin dotën, janë bllokuar, kanë hallë, kanë gjëra. Kush më thoshte dje kapi kisha emision, se ne sa vjen në mendje këto gjëra se do të kesh halli të kuptosh. Thoshte imagjino këta që kanë për shembull e kanë me detyrim, nuk e sa janë, do thuash ti që duhet vinë për shembull në spital për probleme shëndetësore në Tiranë, se s'ka korsha si mbulon do dializa çka janë këto. Po. Unë i thash ti pse s'vjen në Greqi? Kanë maf. Kanë maf. Po çka e vështirë më kulladhja. Se ndot për të shëndetësore. Po se është me rondev, me ke parasysh duhet të marrësh të lësh takim, duhet të kesh njohje gjëra. Tani ti e di që unë kam ti andej vetë nga ajo zonë me origjinë. Kam gjysmë, kam njerëzit Po atje. ke njerëz atje? Po kam si s'kam. Po çfarë thon? Po çfarë thon njerëz të shkret? Ore, po kjo rruga e Agnatia, bën kjo është e përdorin tani? Po çfarë? Kupton se këto rrugët tona kanë si janë prish as kot zogut, as kot luftës dytë botërore, as luftës parë botërore, as nuk ka shpjegim kjo gjë, nuk ka shpjegim, se janë po prishin. Shpjegim e kam. Po të prishin gjitha një herë, kupton, nuk është. Po prishin 30 vjetër. Kushte normale çan, as duhet diskutuar, domethënë. Po nëse në Bashkimin Evropian do hyjmë ne apo jo? Po. Pse jo? Po të vinë më ata të na bëjnë rrugët apo? Se ne si bëjmë dot. Shiko, ka gjë në tërë këtë histori, që jo gjitha rrugët, po do mjaftonte një rrugë vetme, se kështë ndalë dje këta se, okej, ministri është person politik, ka luftë politike, etj. Ore, po drejtore që kupton? I në konferencë. Në që skandali, do më thënë, në kushte tjera, kryeministri duhet i kishte zhdukur gjithë nga i pari te i fundit çu bubum se ai e ka përgjegjësinë, kupton që ai del dhe i bën avokaturë, çfarë të them. Ndërkohë që ata janë njerëzit që duhet përgjigjen për atë punë. Ka shku ushtria të bëjë rrugën tani, se këta s'bëjnë dot rrugën. Jo, s'ka shku ushtria po. Ka shku. Po se ka shpall gjëra të zakonshme ky. Jo, s'është puna me shpall gjëra të zakonshme. Ushtria jon, po që në kohë jo Gjenjo transporti, ashtu që në kohë babai im këtë punë ka bërë. Kam pas urat e ushtrisë, bënin transporti. Aty në lumin Shkumbin, madje prindit e mi janë njohur aty në zonën e Peqinit, kur i matë bënde urat me ushtrinë aty në lumin Shkumbin, se është historike që mund të rëqasin. Nuk është puna se këta zdin t'i bëjnë, ose kanë mundësi. Jo, këtu është thjesht është thurë gjë, nuk është. Po që mos vën hekur fare në rrugë, nuk futin hekur, bën vetëm kështu. Llaç beton. Unë mendoj që duhet të ketë diçka që bien kështu këtu më kullas, s'ka mundësi më. E do mendimin tim. Unë kam një daj që është një nga inxhinierët më të famshëm që ka pas Shqipëria, ka qenë drejtori i ndërtimit të kurudhave, ka qenë kryeinxhinier i Fierëzës, i VOD-s etj. Dhe kur i thash unë shumë vite përpara që kisha ndërmend të ndërtoja diçka për vete, më tha, "Ore shiko, tha se këtu te ne terreni thash i rrëshqitshëm, tha. Edhe në çdo ndërtim do studime të forta gjeologjike." Normal, se atje se si është i rër ajo. Po ashtu është atje, shtuf. Unë kam përshtypje se këta bëjnë punime, as bëjnë studime gjeologjike, as gjë bjerit i bim. Jam i kompania, fare, po. Se çështja është pse s'binin përpara, se nuk është puna që Po ti nuk di se më tha mua sot një person tjetër. Një tjetër inxhinier. Tani është faza i po bien rrugës se si kanë ndërtuar mbi shtuf. Edhe pas studimit po është problemi. Faza e dytë, e di se do jetë. Do bien rezidencat. Këto vilat që po ndërtohen, ka që ndërtuar në për vende që nuk duhet ndërtosh. Nëse s'kan bërë studime gjeologjike, është e rrezikshme. Unë mbaj mend kur ishte tërmeti i famshëm në 2019, dy tërmetet, ti e di që unë kam prindit atje në Durrës, ato ditë isha atje. Çështja është gjithë ajo pjesa atje e Knetës në Durrës ku janë bërë gjithë ato. Janë bërë gjithë ato ndërtime që u bën pas 90-s pa pyetur atë. Atje është gjithë njerëz kështu në ujë. Po lutë, se ajo ka qenë si Venecia, ka qenë kështu... E di pra po. Kënet, do me thënë. Edhe e dyta është janë bë pas studime gjeologjike dhe, do me thënë, se zoti i rujt njerëzit. Ora, sa vati ora më të gjithë. Shqiptarët e kanë pas dhe në filma këtë punë. Në cilin? I duket si filma. Po film. Po se është një batut e famshme në filme shqiptare. Qa thot? Cila është batuta në dio? Po me urën shpatën. Po, bravo, po. E vjetër shumë.
Përshëndetje toksor, përshëndetje toksore. Ju sa më keni mbritur, jemi live për një pjesa e parë e emisionit me Ilir Kullën në studio. Edhe sonte Ilir Kulla vjen të mërkurën se s'do jetë të premten, kështu që bëni telefonata miq, thoni mos është Kulla të çani, hapeni urgjent. Si çdo të martë të mërkurën në orën 10 darkës dhe si çdo të premten në 9 të darkës, ne jemi këtu live në MCN, por dhe në YouTube, te kjo faqe që Ledi ju tregon në ekran her pas here. Ndërkohë, mos harroni, ky emision sonte është e para njerë, ky emision ka 23 vjet që ka filluar sezoni 23, ndërsa episodi sonte është 1049. Ndërsa kjo kutia këtu është thjesht një QR code që ju mund të skanoni me celularin tuaj, të bëni një login dhe të bëni pyetjet tuaja për Kullën. Fillojmë me njerë pa humbur kohë. Plaset fabula e parë në ekran. Ilir Kulla, para se të flasim pak për këtë histori të tmerrshme që po ndodh në Meksik, ka disa ditë në fakt, saj që u detyrua dhe presidentja e Meksikës të hipi helikopterit, ta marrin dhe të shkojnë në një vend të sigurt, se nuk diej e sigurt. Do shohim harta Kulla dhe video, harta sidomos për të parë se cilat shtete janë ndezur, janë djegur, po digjen këto momente nga karteli i tmerrshëm që e ka emrin CJNG, do ta them pas pak se çdo më thon CJNG, ose ma nis dhe njerë, që ta kem këtu përballë në WhatsApp. Po le të shohim Kulla se kush ishte El Mencho i famshëm, ky super narkotrafikant, i cili bashkë me kartelin e tij ishte në konkurrencë të gjatë me Sinaloan, me kartelin e Sinaloas, si u vra, si u tradhtua nga dashnoria e vet. Dhe gjitha këto detaje, gjithë media botërore flet për këtë, në Shqipëri shumë pak në fakt të shforur. Vrasi El Menchos, djeg Meksikën, si u tradhtua nga dashnoria, por cilat janë lidhjet, më theti para emisionit, dhe më shpjegosh tani Kulla, me organizata terroriste të këtij karteli. Me Iranin. Irani me Hezbollahun. Do flasim pas pak. Le të shohim në video një herë se kush është El Mencho për i publik që nuk e ka iden, se nuk merret fare me këto gjëra, me që është në mërkurë sot, dhe jemi mësuar të premten me Kullën. Ledi ka gati, shikoni El Mencho të shpjeguar nga një gazetar italian. Ja shikoni. Mira bien, hijo de madre, soy Mencho, güey. Relaja tu a la verga, soy Mencho, güey. Relaja tus si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus perros te voy a matar si no te relajas, güey. Ya está, señor, ahorita los bajo. Questo è l'unico audio disponibile con la voce di Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, detto El Mencho, il capo dei capi dei narcos messicani, fino a domenica mattina, quando è stato ucciso dalle forze speciali, l'uomo più ricercato negli Stati Uniti e in Messico. L'audio risale a qualche anno fa e il Mencho sta minacciando un alto dirigente della polizia di Jalisco, lo stato regno del cartello Jalisco. Me fjalë të tjera, dhe dielën në mëngjes ky u vra Kulla El Mencho, dhe momenti po fliste gazetari italian, ishte momenti kur thoshte që kjo është e vetmi audio që ekziston, audio e zërit të El Menchos, kjo që vum ne, është e vetmja që i ka kapur, që ka sot dokument. Nuk ka dokument tjetër të El Menchos me zërin e tij. Video jo, po foto dhe zëri ishte ky që thamë tani ne, që është ekskluziv, në kuptimin e ekskluziv. Ishte ekskluziv në gjithë mediat e botës, e kupton? Tani, nga vazhdimi i ngjarjes Kulla u kuptuaj që në lojë është futbetësia. Jo, ky është operacion i CIA-s. Por bashkëpunim me forcat e... Ajo është kështu, sa për ta... është operacion i CIA-s. Është si që bë në Venezuelë, u bë dhe... Dhe e kanë kapur duke dalë ose duke hyrë në shtëpinë e të dashurës vet. Mbetet për t'u parë çfarë na tregoi. Ai është beson i zyrtar. Mbetet për t'u parë. Çfarë di më shumë Kulla për këtë histori? Atëherë, duhet shkojmë të shohim historinë e El Menchos. Dhe në pjesën e dytë, pas 10 minutash, do flasim pak për djegjet pasaj, për të treguar se çfarë ushtrie ishte kjo paralele me ushtrinë zyrtare të Meksikës, që pas ka bërë namin vëlla. Jo vetëm në shtet atje në Guadalajara, po edhe në disa shtete tjera. Sigurisht. Po fillimisht para disa vitesh i bëri atentat shefit madh policisë Mexico City, kryeqytetit. El Mencho. E la për të vrarë. Ndërkohë Ledio, të lutem, plasja ato video të kështu në sfond. Atëherë,
Ky vjen nga një zonë e varfër, është rritur i varfër. Ka punuar ca kohë kështu si polic si thjesht, prandaj njifte këto metodologji. A ka punuar në polici? Shumë pak. Dhe në 92-shin ky është arrestuar në San Francisco, se ka jetuar në Amerikë, bashkë me vllajt. Karteli quhet Cartel de Jalisco Nuevo Generación. Karteli gjeneratës së re të Jaliscos. I karteli Jaliscos, i gjeneratës i re, në fakt ai quhej i mileniumit, karteli i mileniumit fillim. Pastaj i kaloi gjeneratës së re. Dhe në vitin 92 ky u arrestua me të vllajin, pas një kurthi që i bëri policia amerikane që çun për të blerë 150 gram heroin, dhe ky e kuptoi që ata po i fusnin kurth sepse i thot vllajt, se vllai ishte më i madh, i thot këta po paguajnë me kartë monedha $1, kështu që ky është kurth. Dhe për të shpëtuar të vllajin e merr gjithë përsipër ky, se ndryshe i bite që i vllajt bënte burg për jetë. Se kanë ato kartë monedha $1? Se ishin të shënuara kartë monedha, kupton. Dakor. Edhe ky bën 5 vjet burg aty brenda. Para sa vitesh ky muhabet? 92-shin. Dakor. Bën 5 vjet burg dhe del 97-98 dhe aty në burg një gjithë këta kapot e mëdhenj të narkotrafikut në jugun e SBA-s, në San Francisco, dhe kthehet në San Francisco? Po. Dhe kthehet në Meksik. Kthehet në Meksik dhe futet në këtë lidhjen e kartelit që pastaj krijon kartelin e vet. Dhe pas vitit 2000 krijojnë kartelin e vet që quhen karteli i mileniumit të ri. I gjeneratës së re. Pastaj është gjeneratës, fillim quhej mileniumit, se si ishte kartel në fillim, ishte grup, pastaj u bë kartel. Dhe pas 2010-s ky krijon kartelin, të cilin e bazon në 3 gjëra. 1. Lidhet që ky kishte me tregun Amerik, sepse ky brenda burgut kishte krijuar lidhet me gjithë ata që kishte aty. 2. Krijon një grup, se ishin të rinj këta, shumë të dhunshëm, arsye pse i vjen këta, i kundërvjen në Sinaloz, dhe në mënyra se si flet ai ti e kupton se sa dhunshëm ishin. Dhe 3. Këta krijojnë, futen tek drogat sintetike, te gjenerata e re e drogave. Pse drogat sintetike? Bazën e kanë te kokaina, por pse drogat sintetike? Pse janë marrë me këto, fantanile me këto? Është mbreti fentanilit në botë. Dakor. Sepse drogat sintetike nuk kanë nevojë që ti të kesh fusha të mëdha të mbjellura me opium ose me koka, domethënë, siç e kanë ata në Kolumbi. Kushtojnë më pak për t'u administruar, duan më pak njerëz, duan teknicien shkencëtar, dhe këtu do dalin pastaj pse janë të lidhur me Iranin edhe me Kinën. Edhe sepse edhe rrit vlerën e fitimit. Pra, e nxjerrin treg me më pak dhe rrit vlerën e fitimit. Qartë. Ky është njeriu që ta kuptojnë njerëzit. Pra, nëse El Mencho. Po, El Mencho, nëse në luftën e Vietnamit për 20 vjet u vranë 60.000 ushtarë amerikan, vetëm në 2023-shin, zyrtarisht sipas Amerikës, 2023-2024, nga fentanili dhe nga drogat që fusin... Ata njerëz i bën si zombi. Po, kanë vdekur në Amerikë të paktën $70 ose $80.000, të 70 ose 80.000 veta në një vit. Shtetas Amerikan. Qytetar Amerikan, shtetas Amerikan. Dhe kjo është arsyeja pse ky ishte kthyer në kërcënimin kryesor, dhe duke qenë që kishte shumë cash flow dhe kishte një ushtri të madhe njerëzish dhe influencë shumë të madhe. Dhe ushtri tamam. Po pra ushtri tamam. Ja, po i shohim në pamje tani se i ka ledhjo. Ky u kthy në si me qenë forca speciale më plak. Po pra po. Të tilla ishin. Dhe ky u kthye në atë etalonin të asaj që Marco Rubio, sekretari i shtetit, e ka quajtur dhe ka vendosur në ligj, pra ata kanë bërë një ligj enkas për këtë punë. Që është quajtur narkoterrorizëm. Ja momenti i presidentes Ulla duke e çuar në një bazë për të qenë e sigurt. Dhe duke qenë që disa muaj më parë, 2 muaj më parë, presidenti Trump ja bëri të qartë presidentes Meksikës dhe i tha, o do ndërhyni, ose do na lini në ndërhym, ose ne do vim do sjellim trupa dhe do bëjmë ato që bëm Venezuelë. Dhe presidenti i Meksikës e kuptoi shumë mirë këtë. Çështja është që Meksika ka 30 e sa shtete. Çdo shtet ka forcat e veta, që është shtet federal, po. Ka forcat e veta të sigurisë e tjera dhe pastaj është dhe ushtria e madhe federale dhe shërbimet federale. Në rastin konkret tut kemi të bëjmë me një operacion të mirëfillt të CIA-s. Pse? Vendi me teknologji më të madhe të prodhimit të
produkteve dhe të nënprodukteve kimik në botë është Irani. Irani është numër 1 në botë. Kimik? Po. Industria kimike në Iran është numër 1. Të gjitha këto proksit e Iranit në rajon janë të gjitha me bazat forta në kryesorja Hezbollahu, po dhe tjerët me bazat forta në Amerikën e Jugut. Duke filluar nga Meksika, për të dhënë një shifër, 1 milion e gjys libanes jetojnë në Meksikë, me origjinë libaneze. Dhe njeriu më i pasur i Meksikës, Carlos Slimi, unë e kam takuar vetë, është mik i disa miqve të mi, kam qenë në shtëpinë e tij në Carlos në Kush është ky? Carlos Slim. Çfarë është ky? Është njeriu më i pasur i Amerikës së Jugut dhe një nga njerëzit më të pasur të botës. Po? Është libanes. Pra edhe njeriu më i pasur i Meksikës është libanes. Dhe komuniteti libanes dhe komuniteti i këtyre proksit edhe të iranianëve në Amerikën e Jugut është në nivele shumë të larta. Për shembull në Venezuelë, ky ishte një nga kushtet kryesore që kishte SBA-ja me Ja ushtar tek ti. Dhe ata dhe këtë ne e pam në mënyrën se si janë armatosur ushtarët e tij. Mënyra se si ata veprojnë, se si ata funksionojnë, është shumë e ngjashme me Hezbollahun. Si Hezbollahu në jug Liban, të njëjtë. Kështu që kjo nuk ishte më në duart e DEA-s, doli jashtë kontrollit të DEA-s apo të policisë lokale. Cila, kjo që... Vrasja e mençur dhe ky veprim. Dhe u kthye në prioritet politikës jashtme të sigurisë të Amerikës, pra. CIA... Marrë se kanë kufi Meksikën. Jo, po Xhalisco kjo është poshtë. Mi, po çon si kanë, po theme kanë kufi, normalisht është territori vet. CIA drejt për drejt në aksion. Përveç CIA-s është Pentagoni, edhe DEA për shkak të sistemit, por është një operacion i mirëfillt i shërbimit sekret amerikan. Dhe ma satelite kanë kapur, e kanë ashtu me kështu, e kanë përgjuar gjithë kohë. Ky ka qenë një operacion po aq serioz sa që ishte operacioni për arrestimin e presidentit të Venezuelës. Dhe për herë të parë ne kemi parë se çfarë do të thotë ajo që amerikanët tonë narkoterrorizm. Në momentin që ata e kalojnë në ligj, ata identifikojnë që X-i ose Y-i është kërcënim për sigurinë kombëtare. Mos harro që 2 muaj përpara ata futën në listë të zezë pikërisht për lidhje me kartelet e tjera, një familje shqiptare, tërë Meksikë. Këtë për luftarysën. Po, ka dalë në medi gjithandej. Dhe ata i japin të drejtën vetes të ndërhyjnë dhe të bëjnë aksione të tilla. Qeveria e Meksikës për ta hequr pra idenë sikur ky ishte operacion vetëm amerikan, bëri një deklaratë zyrtare që tha ishte një operacion i ushtrisë tonë, por në bashkëpunim me inteligjencën amerikane. Pra, as qeveria e Meksikës nuk e fsheu dot që ishte... Jo, nuk e fsheu dot. Që ishte përfshirë drejt për drejt CIA dhe shërbimet e tjera amerikane. Tani, pse? Në këtë moment, kur vëmendja është e gjitha tek Irani, kjo çështja këtu është një minë me sahat për sigurinë e brendshme të Amerikës. Nëse të kujtohet, para një vit e diçka, kur ra regjimi në Damask, që iku Asadi, në disa vila të njerëzve shumë të rëndësishëm pranë Asadit, u gjetën fabrika fentanili. Pra, çështja është që ka një industri të mirëfillt në Iran, në vendet përreth, nga Kina, por sidomos Irani, sepse është truri gjithë kësaj industrie kimike, e cila e ka projektuar dobësinë e Amerikës nëpërmjet drogave sintetike. Pse çfarë bëjnë? Sakt shumë. Çfarë bëjnë këto droga sintetike? Dihet që gjithë drogat krijojnë varësinë e tjera. Patjetër. Po këto godasin receptorët kimik të trurit. Prandaj ata rrinë kështu si zombi atje. Dhe përveç fuqisë ekonomike dhe financiare, aty ka një kosto të frikshme sociale. Dhe presidenti Trump i duhet të tregonte forcën aq më tepër që këtë vit përgatitet që në Meksik, Kanada dhe SBA kemi kampionatin botror. Qartë. Futboll. Është dhe kjo, po. Kur është tani qershor? Tani qershor. Pse ta thash këtë të kampionatit botror? Sepse ky reagim, pavarësisht se Elmenço u vra bashkë me 6 veta të tjera, ka të bëjë në raport me shantazhin që ata i bëjnë. Pra, nëse ju vazhdoni kështu, ne do ta djegim Meksikën dhe këtu nuk ka për të pas kampionat botror. Pra, deri tani kur kemi folur për
Narcos, jo filmat që kanë bërë, jo teatro që kemi parë, ne nuk e kemi imagjinuar çfarë force ushtarake mund të ketë narkoterrorizmi. Për herë të parë ne po Ne po shohim me pamje. Dhe numërohen rreth 25.000 ushtarë që kishte ky apo jo? Ky kartel. minimum. Kjo janë shifrat që kanë minimumi. Minimumi. Ushtar, por kur themi ushtar, jo ushtar kështu koti, ushtar të armatosur me blinda me gjëra, më Të kupton? lutem çan. Po unë një gjë nuk kuptoj. Të stërvitur. Po si ka mundësi? Të stërvitur, të armatosur dhe me metodologjinë komplet Hezbollahu. Hezbollahu. Ose këta të Gazës. Hezbollahu. Edhe këta të Jo, as Hamasit. Hamasi s'e ka kështu. Hezbollahu që Hezbollahu është kështu. Hezbollahu që është shtet brenda shtetit. Me ato të zezat fytyrë që mos njihen. Që është shtet brenda Shmenduri. shtetit. Po pra tani ky shtet brenda shtetit ishte lënë nga autoritetet meksikane. Jo, nuk pyeste më për autoritetet meksikane. Pra ishte jashtë kontrollit situata atje, kontrollonin. Po kishte kohë, ata u nisën shkuën e vranë Mexico City, atë komandantin e policisë Mexico City. Ai vdiq, e ngjallën në moment fundit ata shpëtoi dhe i thanë që këtë punë e ke nga ne, pra nuk e se fshiheshin këta, kupton? Dhe këta e bën kartelin e Sinaloas, që konsiderohet si karteli më I cili vazhdon aktivitetin ndërkohë. cili vazhdon aktivitetin, këta e bën kartelin e Sinaloas mos dilte nga shtëpia. Për shkak të forcës ushtarake që këta kishin. Për shkak të Po ky Elmenço, përmendje përpara okullane për këto. po sigurisht më kishte Ai ishte i njohur. po sigurisht më ishte në top listën e SBA-s me 15 milion dollar për kokën e tij. Po a doli atje e pam shifrën, po. Ishte nivelet e Bin Ladenit ky. Dhe nuk dihet shifra saktë se sa pasuri zotronin këta. Se ishte pasuri e kartelit. Thuhet që jo karteli duhet ketë shumë, po thuhet vetëm ky pasurinë personale kishte diku te 1 miliard dollar. Vetëm ky vetëm. 1 miliard apo më shumë? Jo, vetëm ky vetëm. Të vetëm, po. Ka dhe gjitha të tjerët, ka kunatin e vetë, ka familje. Qartë. Kupton çan, të kesh një ushtrim me 25.000 veta në nivelet e Hezbollahut, një shtet brenda shtetit. Ata para disa vitesh tentoi ushtria meksikane shkoi të arrestoi, i rrëzuan dhe avionin dhe helikopterin ata. Ja vranë dhe ata Po. ushtarakët. Sepse këta nuk kanë vetëm armë kështu të thjeshta apo jo? Ata kanë pas një industri dronësh, prandaj them Irani, kishte pajisur nga Irani, kishin marrë një kapacitet dronësh, i bënin zbor ushtrisë Meksikës dhe policisë. Domethënë, po imagjino një Hezbollah në stërvitjen në konceptin se si e ka ndërtuar Iran, i zhvendosur nga Azia në kufit e SBA-s në Meksik, që dominonte tregun e brendshëm amerikan dhe gjithë pjesën tjetër. Çfarë historie. Se kështu në pamjet parë duke çfarë janë sa trafikantë droge, shumë e sofistikuar. Dhe ne nuk dim kulla në këto momente, përveç se vran bosin, pra Elmençon, bashkë me 6 të tjerë, dakord, të dielën në mëngjes. Ne nuk dim në këto momente ç'po ndodh, cili është bilanci i luftimeve me ushtrinë e tij. Bilanci deri tani është që janë rreth 600 veta të vrarë nga të dy anët. Polici, e kam vrarë civil, kupton, kishin vrarë dhe një grup shkret me barë, domethënë. Ata vën postobloqen rrugë, në gjithë ato shtete. Dhe dogjen te qytetet pra, i dinin qytetet. Vën postobloqen rrugë, vjezin qytetet, institucionet, shkun te aeroporti ndërkombëtar i Guadalajarës. Nuk e di e kemi atë aeroportin e diom, duket se kam nisur shihej se është, ajo është. Bllokuan aeroportin Guadalajarës, terrorizuan turizmin. Pse? Sepse forca e shantazhit të tyre është që ata i thonë qeverisë qendrore në Amerikës dhe qeverisë atje në SBA i thonë, ne do ta djegim. Këtu nuk ka më turizm, këtu nuk ka më kampionat botror, ne do ta djegim dhe prandaj po them që janë tronditur vetë autoritetet SBA, janë tronditur dhe kanë thënë, e shikoni pse ndryshim sa të rrezikshëm janë këta, sepse ata zbuluan një Hezbollah të mirëfillt në kufirin e tyre. Brenda Meksikës kufirin e tyre, po një Hezbollah që nuk ka të bëjë me ideologjinë islame. Po që ka të bëjë drejt për drejt me mënyrën se si ata funksionojnë dhe me kontrollin e financave. Dhe duhet të thënë që janë financat që i lidhin me Hezbollahun dhe me Iranin apo jo. Është thjesht biznes, kulla. Duhet më thënë këtë. Biznes është po. Ushtria s'mund të bëhet pa para. Po biznes me shumë para. Po, me shumë para. Sepse teknologjinë e drograve sintetike e kanë marrë nga ata. Duhet përsëritur që Irani është nivelet më të larta të kësaj gjë. Dronat 2. Dronat 2 dhe mënyra organizimit të armatimit. Shiko armët që kanë. Domethënë, kemi një zhvendosje të papar. Unë e kam ditur, se kam parë në Paraguay, kam parë në Venezuelë dije muhabet që e kontrollin. Por që Guadalajara. Në Guadalajara, po. Dhe që që edhe Meksik që ishin fort, këtë e kam ditur, se të kam thënë, unë kam qenë Meksike, kam takuar komunitetin libaneze e tjerë. Po që ishin në këto nivele, askush nuk e shkonde. Pse tani është e rëndësishme atje vendi ku është vendosur? Sepse ajo është cili vend që është vendosur?
Ai shteti ku janë vendosur. Kemi një hartë, mund të ma Po, nxirra. Po. Ledion, nxirri pak atë hartën vëlla, sepse është me ngjyra ndryshme ja për të kuptuar cilat shtete janë ndezur nga kjo përplasje e madhe. Nxirri pak atë hartën që e shpjegon. Sipër, ja bravo. Mund ta lexosh pak Ledion, qoftë se lexon të kulla. Ja, e ke Tapalbër. Ë? Ja ku e ke, ja. Çfarë thot Ledion atje sipër, ja të lexoj mirë titullin lart, sepse ajo e shpjegon të gjithë. Dhe shpërthen dhuna në të gjitha shtetet meksikane. Sipas qeverisë, dhuna ka shpërthyer në të paktën 20 shtete pasi forcat e sigurisë vranë bosin e drogës Nemesio Ruben El Mencho ose Guerra Cervantes, i cili udhëhoqi një nga organizatat më të fuqishme kriminale të vendit. El Mencho u plagos në një shkëmbim zjarri me ushtarët në Tapalpa, në shtetin Jalisco të dielën dhe vdiq ndërsa po transportohej me aeroplan për Mexico City. Qartë. Tani këto me ngjyrë kafe këtu, kafe ku ju se çfarë është kjo ngjyra, se meshkujt janë daltonik dhe nuk kuptojnë ngjyrat. Janë shtete. Janë shtete. Tani që do thotë që ky ka pasur ushtarët e tij kanë qenë në gjithë këto shtete. Që do thotë ky ka kontrolluar nga gjitha portet që janë nga Oqeani Atlantik edhe lart kufi me Kaliforninë, me Amerikën, e deri në Oqeanin Paqësor. Pra të gjithë substancat pararendse kimike ky i merrte nga Kina. Të gjithë teknologjinë, të gjithë aftësinë. Po Sinaloa ndërkohë ku është? Do të jetë pjesa tjetër? Lart. Pra nuk ka lidhje këtu. Jo. Ai Sinaloa e futi në shtëpi, mori territorin. New Mexico them unë. Mexico City. Mexico City ku është? Ja aty në qendër poshtë aty, mes malet. Nuk është me ngjyrë kafe ajo. Jo, është ngjyrë kafe, Është ngjyrë kafe dhe ajo. Sa aty është shteti qeveria, po e kanë tërhetuar. Po ki parasysh Mexico City është 1800 metra lartësi, çfarë? Qartë. Është qytet shumë i bukur, po është 1800 metra lartësi. Unë që kam qenë, domethënë, ke problem të marrësh frymë atje kur shko për herë të parë. Ai shumë lart. Po shumë i bukur. Edhe, domethënë, ata kanë treguar se çka bër Irani me, se kur themi ne proksit e vet Irani etj, këtu e ke dëshminë e saj. Unë e dija që kanë bërë në Venezuela dhe në Bolivi dhe Po jo si këtu në Meksikë. Kjo është dëshmia se çka bër. Dhe në fakt të dalluan që ku erdhi Trumpi në pushtet me Rubion. Dhe nuk i lën dalë që e kishin shënjesër të kulla. Dhe nuk i lën dalin nga shtëpia. Kalifornia. Njerëzit. Po nuk i lën sepse këta janë një ushtri e mirëfillt, kupton, nuk është se Ej, shif tani, nga open source, nga burimet të hapura kulla, për ta lidhur pak me Shqipërinë. Por gjithë njerëzit që duan të lidhin gjëra, domethënë që kanë qejf të lidhin, ora mi dakord, po me Shqipërinë shihje ka kjo histori. Se njerëzit mendojnë sigur ajo që ndodh larg, ndodh vetëm atje. Harojnë që ka dhe reperkusione, ka dhe efekte gjithandej. Ja, për shumë një info serioze, kulla. Hetimet e fundit 2025-2026 konfirmojnë se ky karteli i Jaliscos i Gjeneratës Re dhe Sinaloa, pra këto dy kartele që janë kundërshtare, bashkëpunojnë ngushtë me klane shqiptare për shpërndarje drogën në Europë dhe pastrim parash. Pikat kyçet e aleancës. Logjistika. Shqiptarët kontrollojnë hyrjet në portet e Anversit në Belgjik lartë. Belgjik, në Hollandë, Rotterdami dhe Hamburgut, duke shmangur ndërmjetësit siç janë për shembull drageta kulla. Janë lajme të vona, të vjetra këto çan, kanë ndryshuar dhe gjërat. Po, me këtë ngjarje bëhen të reja, dëgjoj. Jo, po nuk janë më keq tani gjërat. Po, një sekond, por nuk janë të vjetra këto. Pastrimi i parave, po ta dëgjosh deri në fund do kuptoj se janë të vjetra. Pastrimi i parave di se futën një familje shqiptarësh komplet. Karteli këtij El Menchos përdor jetë shqiptare për të pastruar fitimet përmes kazinove dhe turizmit në Meksik. Po. Baja California, Quintana Roo dhe në Shqipëri thot. Pra në Meksik është Baja California dhe Quintana Roo dhe në Shqipëri. Prandaj them nuk janë të vjetra. Familja Yse sankcionuar nga sankcionuar para 3 muaj. Po, i SBA-s akuzohet si lidhje kryesore pastrimit e miliona dollarëve të kartelëve përmes Vixhozit. Tani ky më duket se u përmend si lidhje me Sinaloan, jo me këtë. Tashi edhe kështu edhe ashtu sepse prit, operativët, emra si për shembull Artur Rapaj thot, ishin logjistik mes Amerikës së Jugut dhe Evropës, ndërsa operacionet e Europolit, gush 2025, goditën rrjete që përdorin komunikimet koduara për dërgesa kokaine. Përse kjo aleancë, klanet shqiptare... O çana, ta kanë përdorur në ndesë... Mos të prej tani se është një moment kështu bu. Klanet shqiptare ofrojnë akses në tregun me fitim të lartë të BE-s dhe Britanisë së Madhe duke lejuar këtë kartel të zgjerohet globalisht. Kaq kisha unë kulla. Çfarë do thoshje? Se këtë përlezoj për ty unë, përlezoj për njerëzit. Po. Është edhe më keq se kaq. Me Shqipërinë thoti? Po me gjithë, sepse ki parasysh që kjo punë
ti ke një fjalë aty, quhet globale. Pra, me ardhjen e Trumpit pushtet dhe të Marco Rubios, ki parasysh që Marco Rubio është nga komuniteti hispanik dhe e ka politik të parë këtë gjë. Me ardhjen e pushtet të këtyre, ata të gjithë të fenomen e kanë quajtur narkoterrorizëm dhe po bëjnë ligjet posaçme. 20 dhe në 50 miliard dollar pasuri ka karteli El Menchos. Po pra po të thash vetëm ky vetën e ka 1 miliard. Gjitha është 50 miliard dollar. Mund tjetë më shumë se aq. Ka i dimne, po mund tjetë edhe më shumë se aq. Dhe kjo është arsyeja pse është përfshirë drejt Pentagoni, dhe pikërisht tani që ka të bëjë me Iranin, CIA, shiko, duhet kuptosh një gjë që të lëviz gjëja, të kaloj nga DEA, nga policia, të shkojt e CIA, do të thotë dhe ti di që CIA vepron vetëm jashtë territorit të Amerikës dhe kur merr operacione për të vrarë, autorizimi vjen nga lart nga zyra e presidentit, nuk është qartë. Dhe kur shkon në këtë lloj kategorie, nuk është se ka më hap mbrapa. Qartë. Se po të qetë për lobingje, tjerë, o kam para këta, o s'ka kush, por nuk funksionon më aty, kupton? Je në nivelin e luftës hapur. Dhe ajo që po shohim është lufta, ka qenë e imagjinuar, por de facto është kjo që shohim. Në reagim të Trumpit s'kemi pasaj. Ka një reagim Trumpi? Reagimi e pe dje në fjalimin e presidentit Trump 2 orë... Që bërit e ajo për gjendjen e Unionit? Në adresimin drejt popullit Unionit me Kongresin. Po. Dhe Trump i tha, nuk ka kthim brava në këtë luftë. Që drejt për drejt, nuk është se flet me nënkuptime, është i drejt për drejt. Dhe çështja e fentanilit brenda SBA-s është një nga çështjet që atë e solli në pushtet. Ki parasysh çan që gjithë kjo historia e fentanilit fillon pas 2010-s. Dhe kulmin e mbrit në 4 vitet e qeverisjes së Bidenit. Ta thash, bëhet fjalë për 220-230.000 të vdekur në 4 vjet, 4-5 vjet brenda Amerikës. Po nga këto drogra sintetike. Me infarkt, me overdose, me këto problemet që jep shëndetit, jo mëlçia, jo gjithë të gjërë, plus të çaja në për spitale, jo të çmendurirë e tjerë. Dhe rritja e numrit të të varfërve në 4 vitet e administratës Biden, arsye pse risolli Trumpin pushtet, dhe ki parasysh që fitoria e Trumpit në këtë pjesën jugore, në pjesën hispanike ishte e thellë sepse lidhet me këtë gjë. Po, i kam ofruar trupa Meksikës, ka thënë Trumpi kur është pyetur. Por rolin e SBA-s në këtë Ai është operacioni mirëfillt amerikan. Kjo ishte edhe arsye pse ata u çmendën sepse ki parasysh që e gjithë kjo histori, e gjithë ky koalicion që ne pam në Venezuelë, e gjithë kjo trurin, qendrën, mendimin gjithë e ka në Kuba. Arsye që ne kemi shpjeguar pse Amerika gjatë periudhës së Bidenit e humbi gjithë kontrollin e Amerikës së Jugut. Pra, SBA-ja e sotshme dhe arsye pse ka vënë në prioritet politikës vetë jashtme hemisferën perëndimore dhe rikontrollin e Amerikës së Jugut ka të bëjë drejt për drejt me ekonominë, me sigurinë dhe me ato që ata quajnë narkoterrorizëm. Dhe nuk është se përdorin fjalë tjera, janë të drejt për drejt këtu po. National security dhe narkoterrorizëm. Ore, drejt për drejt është narkoterrorizëm dhe ai thot me këtë punë merret Pentagoni, merret CIA, merret presidenti, nuk është më punë e agjencive siç kemi mësuar FBI, DEA etj. Shumë lart gjë. Bëjmë një pauzë vogël e dio, ikim Dorelan, bëjmë një xhiro dhe pastaj do rikthehemi sërish me Kullën, sepse do flasim pa për Kinën. Geopolitik, thonë, sigurisht. Gjermaninë, në Kinë. Dorelani miq është një super brand ndërkombëtar.